Ushqimet më të mira për të forcuar trurin dhe kujtesën tuaj. Si qendra e kontrollit të trupit, truri është përgjegjës për shumë funksione jetësore. Ushqimet luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e trurit të shëndetshëm dhe mund të përmirësojnë detyrat specifike mendore, si kujtesa dhe përqendrimi. Ja çfarë ushqime duhet të konsumoni për të pasur një përqendrim dhe një kujtesë më të fortë. Peshku i yndyrshëm është një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3, që luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e kujtesës dhe përmirësimin e humorit. Kafeja mund të ndihmojë në rritjen e vigjilencës dhe humorit. Mund të ofrojë gjithashtu mbrojtje kundër Alzheimerit falë përmbajtjes së kafeinës dhe antioksidantëve. Boronicat janë të mbushur me antioksidantë që vonojnë plakjen e trurit. Shafrani indis është përbërësi aktiv i kurkuminës që ka veprim të fortë antiinflamator dhe antioksidues. Brokoli përmban një sër përbërës që kanë efekte të fuqishme antioksiduese dhe antiinflamatore, duke përfshirë edhe vitaminën K. Farat e kungullit, arrat, portokalli dhe vezët duhet të jenë pjesë të dietave tuaja, citon Elflan.